Shqipëria ka pas një rol kyç në gjatë historisë së Rusisë kontra e perandorisë cariste. Në kohën e Bashkimit Sovjetik, bile kemi hasur dhe një gru shteti në vitin 90 që u bë në tentativë për të frenuar perestrojkën ose çpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, dhe ushtria dhe komandantë ushtarak e kanë influencuar ose mbushur mendjen, si e themi ne, nëpërmjet një metafore folklorike Putinit, që ne jemi në pozita shumë avantazhuese, konkrete ushtarake në terren, dhe nuk është momenti që ne të fillojmë një proces, duhet përmbushin objektivat ushtarak, pra që kemi avantazhin duhet ta shfrytëzojmë, dhe mandej mund të futemi në një proces negociatash, prandaj kjo kështu shpjegohet edhe ajo mos kokçarja e Putinit përkundrejt kërkesave të Trumpit për nisjen e një procesi me etapa, një kalendar që do të thotë etapë pas etape të arrihet në armpushim të pjesshëm, armpushim pasaj pak më dimensional, diskutime për çështjen e problematikave komplekse, por Putini nuk ka ndërmend, dhe kjo ka një rrezik tani, që kthehet, domethënë, ato kërkesat. Dalemi pak këtu. Pse është kaq mos kokçarës Vladimir Putin kundrejt paralajmërimeve të Donald Trump? Sepse e kemi thënë dhe këtu, Ukraina është basti i tij. Jo, është basti i tij. Domethënë, është basti i politik dhe kombëtar, sipas pikpamjes Putinit, i Putinit si një lider 25 vjeçar në krye, pra si udhëheqësi, lider i 25 vjeçar i Rusisë aktuale, madje asociohet Rusia, quhet Rusia putiniane tashmë, pra dhe kërkon që primare është përmbushja e synimeve, dhe dy janë kontrolli 20% që i të aneksuar, dhe shbërja e Ukrainës si një shtet që mund të jetë një aktor shtetëror që mund të përbëjë një rrezik për një prezencë të forcave kundërshtare, në këtë rast është NATO-ja në territorin e saj, dhe një rrezik që Ukraina mund të bëhet pjesë e një aleancë me Poloninë, vendet balltike, një grup i shtetesh që me qëndrime antiruse, dhe një rrezik nëse ka një prezencë perëndimore, që do të thotë me kalimin e kohës do të ketë një trysni, një influencë kulturore, psikologjike mbi Rusinë, dhe do të kërkojnë të ndryshojnë edhe traditën e kulturore të shoqërisë ruse. Këto janë objektivat e Putinit, dhe në kushtet aktuale Putin mendon që Rusia, ushtria ruse, gjendet në momentet avantazhuese, i bindur nga strategët e tij ushtarak, dhe prandaj nuk ja vlen, sipas tij, të sipërmarrim një proces negociatash, por mund prodhohet antiteza, Bruna. Apo luan Putin me durimin e Donald Trump? Putin, shikon, kur ka gjithmonë synime për kërkesa absolutiste, ka pas një dietar kinez, Sun Tzu-ja, madje edhe Konfuci ka përmendur, me qenë se ishim duke folur për Kim, ka pas një maksim, kontrolli absolut, një gjithë diçkaje, një procesi, një fenomeni, turbullon gjithë universin, në këtë rast e para. Putin po kontrollon gjithçka? Jo, kërkon të kontrolloj çështjen, gjithë procesin e Ukrainës, jo të kontrolloj gjithçka. Kërkon, domethënë, të ketë sukses maksimalist në rastin e Ukrainës, dhe prandaj nuk po i ndalon sulmet. Dhe kjo rrezikon e para, me gjithë qëndrimet disi kontroverse të Trumpit në Amerikë, ka një opinion publik, dhe Partia Republikane dhe opinioni publik amerikan, që është antirus, domethënë, e dyta, ka një establishment dhe një strategji përveç një presidenti i cili vjen nga ajo rrjedha që quhet populiste aktuale e Amerikës, pra e shoqërisë amerikane, dhe e dyta, nëse Putin del triumfus humbs në këtë, do të jetë edhe Amerika, pasi dinjiteti, prestigji i saj, pasi është superfuqia cila ka qenë investuar më shumë se kushdo, dhe do të krijojë një precedent mandej që mund të vazhdonte në botë. E dyta, do të kompromentojë rënd siguria e Evropës, dhe unë ndoqja pak më parë, kancelari i arshëm gjerman Merz ka premtuar dërgimin e raketave Taurus, të cilat janë të sofistikuar dhe në teknologji të lartë dhe mund të shkaktojnë dëme. Pra, tentativa për sukses maksimalist të Putinit, po do të riformatoj sërish, i druhem atë që quhet aleanca perëndimore pas disa zigzakeve. Dhe lufta parashikohet që të zgjas, dhe në Evropë me gjitha gjasa do të i kalojë edhe në shtrirje kohore, edhe luftën e dytë botërore. Ky është skenari më i zi.
Po cili është roli këtu i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Donald Trump, i cili tha se unë do ta përfundoj luftën? Ose më saktë, që kur ka ardhur Donald Trump në pushtet, mendon se ka një plan? Do më thënë, maj sa kemi dëgjuar, maj sa ke lexuar nga analizat e huaja. Pra, a ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës një plan sot për përfundimin e luftës, Dritan? Plani është i Keith Kellogg, i botuar në Foreign Affairs, vitin që shkoi në pranverë,